U rikthyem përsëri në transmetim të drejt për drejt me temën e ditës. Do flasim për gjithë zhvillimet që lidhen me aktualitetin politik, por edhe me drejtësinë. Kam kënaqësinë të kem dy të ftuar, zotin Enkerit Alibe nga djatha 1912 dhe Jordan Dacin, konstitucionalistin e njohur. Përshëndetje dyve, faleminderit. Mirëmbrëma. Dua ta filloj me Jordan Dacin. Jordan, të përshëndes, e di që je larg, por do të marr vetëm pak kohë, pak minuta. Vetëm do presim pak minuta sa ta kemi gati, jemi transmetimi të drejt për drejta. Sa ta kemi zotin Daci, dua ta fillojmë bashkë zoti Alibej. Si i ke parë gjithë zhvillim qasjen e gjykatës kushtetuese ndaj dekretit të presidentit Begaj? Shpëtoj sistemi. Kam thënë diku tjetër, ndoshta edhe këtu në RTS, që ajo se çfarë ndodhi, pra procesi i caktimit, në fakt i shkarkimit të kryebashkiakut të Tiranës në Ngutë e Sipër, në shkelje ligjore, me mbledhjen e këshilltarëve bashkiak në Selin e Partisë Socialiste, për një arsye që gjithë e kuptojmë që nuk është ajo arsye e vërtet, mungesa e 3 muajve, shpejtësia me të cilën edhe pasi u ankimua vendimi i shkarkimit të qeverisë, ju përcoll vakanca presidentit Republikës, edhe shpejtësia, nguti i madh i presidentit Republikës për të caktuar datën e zgjedhjeve për Tiranën, edhe pse kushtetuta, jurisprudenca e gjykatës kushtetuese, sensi komun në fakt, e dim të gjithë që kur ankohet, siç kushtetuta e thotë, shkarkimi i një kryebashkiaku, procesi pezullohet në pritje të gjykatës kushtetuese, i gjithë ky proces ishte një krizë e qartë kushtetuese. Që nga kryeministri, që nga Këshilli Bashkiak. Tek presidenti, e bashkë me të kishte marrë përsipër me vete kjo rrogopuj, kishte marrë edhe vetë gjykatën kushtetuese, që s'kishte folur në atë kohë. Dhe në rastet e krizave kushtetuese, Arbër, ajo se çfarë shifet është a ka antikorpe sistemi kushtetues për ta rikthyer situatën në hulli kushtetuese apo jo? Pra për ju vetëm në këtë situatë kishte 2 mënyra, kishte 2 mjete që mund ta rikthenin situatën në hulli kushtetuese. 1. Prej parlamentit të iniciohej një procedurë impeachment ndaj presidentit. Nuk e di s'po bëhet nga media, kam dëgjuar që mund të filloj. Ju e dini fare mirë qëndrimi që ka mund ndaj kësaj opozite të kontrolluar. Do flasim. E vetmja që ngele jashtë suazës politike ishte gjykata kushtetuese. Për njerëzit që dhe besoj dha një vendim. Që nuk e kuptojnë juridikisht, zoti Alibej, çfarë ndodh me Tiranën? Është pezullim i përkohshëm apo është anullim? Apo çfarë? Jo, që të jemi të qartë. Po. Fjala pezullim është e kuptueshme. Pezullim do të thotë që i gjithë procesi i iniciuar nga presidenti i Republikës si hallka finale me propozim të qeverisë edhe të Këshillit Bashkiak, ngrin, po përdor një fjalë të varfër, ngrin, asnjë veprim nuk bëhet. Për shembull, e dëgjuan sot, KQZ-ja nuk ndërmerr asnjë akt për përgatitje zgjedhjesh në Tiranë, për sa kohë që kjo ngrirje do të vazhdoj deri në vendimin e gjykatës kushtetuese, madje deri kur të botohet eventualisht vendimi i gjykatës kushtetuese. KQZ-ja pra, ngrin veprimtarinë e vet. Qeveria, edhe ajo do duhet të ngrijë veprimtarinë e vet, dhe po i marr një rast. Përgatitja e listës së zgjedhësve për Tiranën. E dini që nga Ministria e Brendshme del ekstrakti i listës së zgjedhësve shkon në KQZ e me radhë, 0 veprime do duhet kryer nga dhe vetë fushata e partive politike. Sa mund të zgjasë? Do të zgjasë si moment final do tjetë botimi i vendimit të gjykatës kushtetuese në fletore zyrtare. Ai është tiku i fundit i pezullimit. Mund të ketë zgjedhje në 2026 të pjesshme apo vështirë? Pranvera? Jo. Varet gjithçka nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Në alternativën që gjykata kushtetuese e gjen me vend shkarkimin e kryebashkiakut të Tiranës, nga momenti që botohet ai vendim, në atë rast do duhet që presidenti i Republikës të ushtrojë detyrën e vet. I lind detyrimi, pra
që të brenda 48 orëve të atij momenti të votimit të caktoj datën e zgjedhjeve, dhe data e zgjedhjeve në këtë rast do të jetë jo më herët se 30 ditë, jo më vonë se 45 ditë. Megjithatë Nëse gjykata e gjen të pabazuar vendimin e gjykatës e qeverisë, ndjes, pra të shkarkimit, nuk do të ketë zgjedhje. Deri kur qeveria të ndërmarr një iniciativë tjetër për ta shkarkuar kryetarin e bashkisë për shkelje të rënda të kushtetutës e të ligjit, e që të ndjek gjithë procedurën. Kjo pastaj është në dorë të qeverisë. Pra, është një proces i do marri ditë, do marri ndoshta edhe muaj. Besoj. Zotë Libej, një pyetje direkt. Djatha Simion 112 ka marrë një numër të caktuar votash, aq sa ishin në zgjedhjet parlamentare të këtij viti. Gjithsesi, ato vota, ato mbështetës që keni, ku do t'i orientoni për zgjedhjet në 5 bashkitë të tjera, por ndërkohë në Tiranë ka fushat. Manastirliu nga PS-ja dhe Florian Binaj nga opozita. E fillojmë me Tiranën. E kuptova. Së pari, fillojmë me Tiranën. Sot që flasim, unë e ti, po dhe kushdo tjetër, jemi më të bindur se sa dje, apo një javë më parë, kur unë pretendoja që zgjedhjet në Tiranë janë antikushtetuese. Tashmë, kemi një provë më shumë që sot që flasim, nuk do të ketë zgjedhje në 9 nëntor. Dhe nëse ma bëm pyetjen pastaj kur do me qenë ato zgjedhje, po e bëj fare të qartë. As Ramës dhe as Berishës. Nuk i trembem së vërtetës, duke thënë, por po e sqaroj. Si kandidati Ramës Manastirliu, ashtu edhe Binaj i Berishës, janë aty thjesht po përdor fjalën kukull, se ndoshta është e tepërt, por se nuk janë kandidat të cilët nxjerrin një identitet të tyre, të pavarur ashtu siç unë e imagjinoj, janë thjesht dhe vetëm në një lojë të madhe midis Ramës dhe Berishës, e kam thënë prej kohësh dhe vazhdon kjo lojë, kjo status quo midis këtyre dy personazheve të vjetra politik, ndaj në këtë rast kjo është e qartë. E njëjta gjë vlen edhe për 5 bashkitë të tjera? Po kam përshtypjen që ndodh e njëjta situatë. E njëjta skemë. Është e njëjta skemë. Po pra, skema është e madhe. Përse një kritikë në zotin Binaj? E kuptova. Se duhet të ngasmoj. Është fare logjike. Është figurë e cila madje kanë rënë dakord që nuk do jemi në dalje as me zotin Berisha, me asnjë kryetar tjetër të partive opozitare, ka thënë Binaj një ditë më parë në Top Channel. Unë nuk jam nga ata të cilët qëndrimin tim politik e mas thjesht dhe vetëm nga figura. Figura mund të jetë dhe simpatike. Paktën për aq sa çunë kam dikur në fushën e vet të artit është simpatik. Tashmë nuk jemi në fushën e artit, jemi në fushën e politikës. Dhe para se të bëj një vlerësim të individit në aspektin politik, përteja asaj se çfarë ka thënë, besoj që është e udhës të bëj një arsyetim se si mbërritëm deri këtu. Çfarë më ndodh? Se shoh që ka një lloj trumbetimi, jo opozita u bashkua e me radhë. Jo, nuk është e vërtetë. E para, vetëm një pjesë partish, duke filluar nga PD-ja, Mundësia dhe Shqipëria bëhet, apo dhe Nisma, janë këto të cilat janë bërë bashkë. Po, shumë mirë. Kanë zgjedhur të bëhen bashkë, është e drejta e tyre, askush nuk mund t'i qortojë në zgjedhjet e tyre. Por ama, ajo që përbën çështje publike është diçka tjetër. Dhe diçka e tjetër është pikërisht kjo. Në politik duhet të jesh serioz, them unë, serioz në qëndrimet, pra koherenca, qëndrueshmëria në pozicione, quhet ndryshe moral në politik. I kthehemi fakteve? 3-4 muaj më parë, në 11 maj, PD-ja quante Agroshea në Mundësin, Lapajn, janë në SPAK, kanë çuar njëri tjetrin për shpifje. Para se janë paterica të Ramës. E kanë thënë fort, e ka thënë i pari tyre, e kanë thënë të gjithë. Do më thënë, një situatë, një raport i cili do duhet ishte i natyre asgjësuese me njëri tjetrin. Shto këtu faktin që edhe në parlament skena të shëmtuara, Flamur Nokës me Agronshe, po.
Elementi parë. Elementi dytë, vetë ekzistenca e Partisë Mundësia, Shqipëria bëhet, apo dhe nisë mathurje, thënë me të madhe, deklamuar me të madhe, është që jemi parti kundër Ramës, po dhe kundër Berishës. Kundër sistemit. Parti antisistema, po jo. Dhe kjo është një arsye asgjësuese për të dyja palët, qoftë PS-n, qoftë edhe PD-n. E nëse vim sot dhe i shohim që kanë hedhur mbas kurrizit, sharjet, fyerjet, shtyrjet, presionin me njëri tjetrin, kjo nuk është gjë tjetër veç se është amoralitet politik. Shtojmë atë që e thatë dhe juve, midis Shehajt dhe Lapajt, Sherri shkoi deri aty sa janë në spak me njëri tjetrin. Ti je mashtrus. Tjetri thoshte ti ke lidhje me krimin organizuar. Tani këto fjalë, Vjerrin e akuzoi familjar. Këto janë fjalë që s'mund të kalohen në sytë e publikut. Dhe them gjën tjetër. Këtu e një vit më parë, po thuajse, kam qenë unë, së bashku me disa kolegë të djathtas, edhe me zotin Shehi, nëse mbani mend, kemi lançuar një platformë në atë kohë para zgjedhjeve 11 maj, të bashkimit të partive të reja. Po pati dhe diskutime dhe pretendimi, po themi nga partitë e reja, jo zoti Sheha, ishte i qartë. Ai që në atë moment thoshte nuk bashkëpunoj as sot, as mot me asnjërin. Në fakt, po bashkëpunon tani me Berishën. Po nga zoti Lapaj, që nuk bashkëpunojmë ne me përfaqësues që kanë qenë dikur në qeveri. Me shumë gjase kishte fjalën për mua, se zoti Shehi ka qenë në qeveri, kur Lapaj ndoshta edhe s'ishte në këtë botë. Po, shumë mirë një zgjedhje e tyre, dakor. Sigurisht më ngelet as tek Lapaj kush të vlerësoj mënyrën se si unë i kam shërbyer ligjit edhe vendit, po ishte një e drejtë e vet. Ndërkohë sot shkon dhe bashkëpunon me atë që deri dje ishte kryeministri i vendit. Pra shifni amoralitetin. Dhe e fundit që ta mbyll. Ne do ta shohim të vërtetën në sy. PD-ja nuk ishte kandidat. Është në paaftësi totale për të pasur një kandidat të vetin politik në zgjedhjet më politike, zgjedhjet lokale, që janë për ti në anën. E paaft, e pamundur, e dorëzuar, shiti zgjedhjet e Krama, është një opozit e kontrolluar. Nga ana tjetër, edhe zoti Shehaj, me sa duket, nuk ishte një kandidat. Po kështu edhe zoti Lapaj dhe zoti Shabani. Pra është një kompromis i të gjithë. Që do të thotë, ky bashkimi nuk është bashkimi rreth një kandidature, është bashkimi rreth frikës për të përballur me mazhorancën. Frika sepse nesër pas nesër do të konsiderojë një goditje, rezultati eventual, me sa duket e nuhasin, një goditje ndaj qëndrimeve të tyre. Pra bashkimet ndaj frikës çojnë pastaj në bashkime hipokrizie. Si t'ja bëjmë që të nxjerrim dikë për të pasur kandidat, mundësisht ta shesim edhe të pavarur. Unë nuk e fshej që Ermal Lasimen në farë mënyrë kam punuar me të, po për te i kësaj qëndrimet që kanë mbajtur janë qëndrimet forta, të qarta, politike dhe ai sa pati mundësi e bëri të qartë se cili do të ishte profili i vet. Kjo ndoshta mund të ketë prishur punë. As this one. E pra, shkuan tek kandidatura e Florian Binajt, që duhet ta them, kandidati Berishës. Ai doli dhe i buri gishtit, ti do jesh kandidat. Sigurisht, për një shikues ndoshta të vëmendshëm, do duhet t'i rikujtoj edhe gjën tjetër, që teksa ishin duke bërë diskutime me njëri tjetrin, dhe lanë që 40 tetor për të nxjerrë, ose për të parë kush do dilte kandidati pavarur, zoti Binaj doli në ato 40 tetorsh. Tani, duhet t'ja kursejmë vetes këtë teatër hipokrizie. Ky rakordim ka që shpejt mes PD-s, mundësisë dhe partive tjera, që ranë dakord që për 40 tetor, as pak. Dhe fundit që ta mbyll se më do shta u zgjata, një kandidat i pavarur është i pavarur nga gjitha partitë. Ai nuk del të kërkojë mbështetje partish.
Ai del të kërkoj mbështetjen e qytetarëve. Nuk i referohet së vjetrës, është i pavarur. I pavarur pra është pikërisht nga elita politike e PS-s, PD-s, partive tjera, po doni dhe djathtas. Ky është i vërteti. Dhe e fundit fare tani se u bë disa herë, tjeti pavarur ka një parakusht, Arbër. Do të ketë një projekt, ma. Kur të një projekt, një qëndrim politik, pse po hynë në këto zgjedhje? Në këto zgjedhje që janë një vit e gjys paka shumë, të gjithë e kuptojmë që nuk ke as një lloj mundësie teorike të ndryshosh jetën e përditshme të qytetarëve të Tiranës. Alibe, jemi në 4 minutat e fundit. Po. Shumë që na shikojnë thonë Alibe shumë kritik me të drejtë, me drejtën e tij ndaj opozitës, po ndaj majorancës keni një mendim ndaj kandidatës Manes Streliu dhe ndaj Arlin Qorit. Jemi në 4 minutat e fundit. Unë thash që në fillim, madje nisa nga majoranca. Kukull. Nuk ka zgjedhje midis Ogerta, Manes Streliut, Binajt apo dhe Arlin Qorit, po doni ju. Ka zgjedhje midis Edi Ramës dhe Sali Berishës. Sigurisht, është e drejtë që ne duhet themi në fakt për atë se çfarë majoranca përfaqëson. Është strumbullari, është shkaku kryesor i gjithë kësaj situate. Por unë do të jem fare i qartë, në ka një keqardhje. Faktin sot, dhe kam thënë kohë më parë, që sot nuk kemi një opozit që mund të jetë dhe vogël në numra, se i vjedh zgjedhjet e Edi Rama, por nuk humbet atë që është pastërtia politike, pra jo e komprometuar, jo e kontrolluar. Ndaj qëndrimi im është ky sotmi, i djeshmi dhe i pardjeshmi. Keni qenë konsekuent. As njëri dhe as tjetri. Pyetja e fundit që nuk ka lidhje me politikën, një ngjarje shumë e rëndë. Këtë javë ekzekutohet një gjyqtar në sallën e gjyqit, Astrid Kalaj, një gjyqtar me një karrierë të gjatë për çështje pronash. Ju e njihni shumë mirë Libej, edhe vetë keni qenë, nuk po ju quaj ish pronar, po rrini nga një familje pronarësh. Përse kjo çështje pronave është kaq e koklavitur? Ku është bërë gabimi? Jemi në kohë për ta rregulluar? Si jurist duhet të jepni edhe disa sugjerime ose këshilla publike. Me dy fjalë, çështja e pronave në fakt është çështja që ka përcaktuar me kalimin e kohës, nëse vërtet kalimi nga sistemi i atëhershëm diktatorial ishte i vërtet në një sistem demokracie. Ka shumë parametra që përcaktojnë. Pluralizmi politik, zhvillimi ekonomik e me radhë. Por nëse kishte një parametër, një standard që e ndante që po kalimi në 90-ën ka qenë i sinqert dhe jo i kontrolluar nga Partia e Punës te pluralizmi, e qenë trajtimi që i bën pronave. Dhe po kujtoj këtu që procesi i pronave duke filluar që nga 7501 dhe me ligjin për kthimin e trojeve e me radhë, kanë qenë procese të sajuara në mënyrë të tillë për të zvarritur të gjithë pronarët dhe ja se ku arrim. Në fakt, me që më pyete për çështjen e gjyqtarit, është vetëm njëri nga elementët që çojnë atë ngjarje. Në fakt, do ta kuptojmë, nuk ishte vetëm një vrasje për çështje pronash. Jo. Ishte vrasje për faktin se sot do duhet ta pranojmë, se po nuk e pranuam, nuk do të gjejmë dot forca brenda vetes për të reaguar e rënies së shtetit. E shtetit të së drejtës, që është elementi i parë, po doni ju edhe elemente që nuk funksionojnë brenda sistemit të drejtësisë, edhe elemente të, do ta them edhe këtë, mund të jetë pak e rëndë, po edhe të paaftësisë për të formuar shtet, por edhe të marrëzisë sociale. Do ta pranojmë, ne jemi në situatë, shoqëria shqiptare sot është një depresion. Prej keq qeverisjes, prej vitesh. Dhe depresioni masiv në mënyrë sistematike i shtrirë në kohë, të çon pikërisht në këto situata. Këshilla. Nuk jap dot këshilla, po vëllai gjërat më të thjeshta. Shteti i drejtës. Prisja, pres ende që të paktën në sistemi i drejtësisë, aktorët, gjyqtarët dhe prokurorët, nga ajo ngjarje të kuptojnë që roli i tyre jo vetëm brenda sallës gjyqit, por edhe si komunitet
do duhet marrë më tepër zë. Të mos pranojnë që të sulmohen nga mëngjezi e ndarkë prej Ramës, nga mëngjezi e ndarkë 7 ditë javës nga Berisha dhe të tjerë, po të doni ju. Duke filluar në kjo, ndërtojmë atë që është shtylla konstante e shtetit, që është, po themi, është sistemi i drejtësisë. Më vonë pasandaj, sigurisht ka dhe shumë arsye tjera që do duhen përmirësuar. Rrugë të gjatë kemi për të bërë, me thonë të drejtën arbër. Alibej, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për mundësinë. Kënaqësi që të kisha mbyllën bashkë javën, të nderuar teleshikues, erdhëm në fund të temës së ditës, edhe për ditën e sotme. Ne do takohemi bashkë ditën e hënë në orën 20, do kemi revistën televizive, më pas do ndalemi te tema ditës me të ftuarin. Po ndërkohë mos harroni që ditën e nesërme do kemi një përballje titanësh të vërtet, kombëtarja e Shqipërisë përballë asaj serbe në Leskovac të Serbisë. Bëjmë tifo për kombëtaren dhe t'ju urojmë fitore ditën e nesërme. Unë ju uroj gjithëve një fundjavë sa më të mbarë. Takimin tonë mos harroni të hënën në orën 20.